Unë e dhja teorikisht që luftëta popullore. Ati e pash. Edhe fëmijët jetësi në këmbë, vinë në fëshin po kështë të bëj. Nuk ju dinin pushkat që ju jep në njerëz. S'kishim. Por një pjesë kishim fshehur armë. Dhe vinin me gjithë armën. Edhe me qift. Dhe u bëm 40.000. Nga 6.000 ishim, u bëm 10-11.000 veta. I përballuam 15.000 forca që na sulmuan. Dy brigate këmbësorie, gati një divizion. Na sulmoi. 12 dhe më në fund, u troqe me erdhëm në mal të Berishës. Atje ku kishim shtabin e përgjithshëm. Dhe institucioni që edhe Radio Kosova Lirë, që edhe Agjencia Kosova Press. Dhe u mblodhëm në shtab përgjithshëm. Kur vam atje, neve si thash, bam 10-11.000 forca, erdhën rreth 150.000 banor, bashkë me ne u troqen gjithë këto 100 fshatër, që ishin fillimisht brenda perimetrit mbrojtjes, erdhën me ne, u troqen bashkë me ne në popullsia. Dhe ishte të binde një predh, vriste 100 veta, një predh artillerie.